Partia Demokratike ka vendosur të mos jetë pjesë e protestës në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s, por Sali Berisha nga SLI e PD-s shpreu mbështetje për lëvizjen e veteranëve. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha theksoi se liderët e UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag, janë të pafajshëm. Në të gjithë djenin time, ndjekjen time, nuk kam parë në absolute asnjë fakt që të provojnë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik me vonë të Kosovës. Dhe unë uroj me zemër që ajo gjykatë të shpallë pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vendin e tyre. Por Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor kauzën e UÇK-s për qëllime politike. Përdorimi për qëllime politike i procesit është i makabritet. Edi Rama unë të hoqë, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. Do bëj patriot kush? Njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandar Vučići. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha deklaroi se vota e socialistëve kundër rezolutës që dënonte genocidin serb në Kosovë është një nga aktet më të rënda të parlamentit shqiptar. Akte të tillë në muret e Kosovës parlamentit do të shkruhet me gërma të zeza si akt narmiqësor i parlamentit ndaj kombit shqiptar. Në komunikimin me gazetarët, Berisha artikuloi akuza të rënda ndaj presidentit të Republikës së Gjykatës Kushtetuese, të cilët sipas tij ndërpren në mënyrë të palishme mandatin e antares së kësaj gjykate Sonila Bejtja.